Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka mbajtur fjalën e tij në takimin e zhvilluar me gratë dhe vajzat për rastin e 8 marsit. Berisha u shpreh se kjo ditë është vetëm një nga ditët ku gratë meritojnë nderim të përditshëm. Ai thotë se sot kontributi i grave dhe vajzave është i shumë fisht në krahasim me kontributin e burrave dhe gjemve. Ju uroj gëzuar këtë ditë, e cila nuk është gjë tjetër veç se njëra nga ditët e vitit në të cilën ju meritoni nderim të përditshëm, të përorshëm. Duhet të rikujtoj, duhet të shpreh një mirënjohje të pakufishme ndaj jush, ndaj të gjitha grave dhe motrave, vajzave, demokrate, të cilat me ndihmesen, me guximin, me qëndresën e tyre janë fibra kryesore e opozicës shqiptare dhe e Partisë Demokratike. Kontributi i juaj, kontributi i gruas shqiptare është i shumë fisht krahasuar me kontributin e burrave, djemve, dhe ky është një realitet sot. Sot, në Shqipëri dhe mbar botën, e përsia intelektuale e vajzave dhe e grave është definitivisht e konfirmuar. Sot, në Shqipëri dhe mbar botën, eficienca e tyre është definitivisht e konfirmuar. Sot, dhe kjo ka qenë gjithnjë kontributi i tyre në zhvillimin e një shoqërie, ka qenë rreth 2 herë më i madh se sa i burrave, sepse ju përballeni në 24 orë me punën në profesionet tuaja, por përballje dhe me punën familjet tuaja, e cila është një kontribut real për të gjithë shoqërinë dhe një kontribut thelbësor në atë çka një shoqëri krijon. Kryedemokrati nuk la pa përmendur edhe akuzat ndaj kryeministrit Rama, që sipas tij është kryeministri më mizogjen që ka pasur Shqipëria. Berisha shtoi se numri i grave që vriten barbarisht është 2 herë më i lartë se sa në të gjithë Europën.